Neve shpesh herë nga shikimi i shumt i gjërave ja humbim vlerën. Nga përdorimi i shumt i gjërave ja humbim vlerën. Andaj madje edhe adhurimet tona nga përsëritja e shumë ndonjëherë e humbin kualitetin, e humbin cilësinë, nuk janë ato të cilat duhet me qenë. Sikur për shembull xhumaja. Xhumaja për shkak se përsëritet çdo javë, nuk do të thonë se është një lëvizje e kotë. Nuk do me thonë se du të me arë në gjami, se du të me arë së e gjuma. Jo, njeriu vjen në gjuma për madhrimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, për me ngrit fjallën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, për me e qunë në vend urdhin e Allahu te bareke ve teala. Pra, gjuma të shumta nuk ban neve me na e humbë, ngjyrën, shijen, ata për të cilën Allahu nga ka thirrë në gjuma. Allahu te bareke ve teala s'ka nevojë për gjumajat tona, s'ka nevojë për namazet tona, nuk ka nevojë për asë një send që na e bojna. E tërë ajo që ka e kërkon Zoti për neve është për neve. E qka thune se na e bojna, hajtë se ti e ki lip. Pra para mendo, Zoti ju në gjellu ala i lip adhurimet për ta, për të mirën ton. E na i bojna qese ta pruna, po ati si duhet. Ati nuk i duhet namazë jotë, nuk i duhet gjumaja jote, nuk i duhet kur gjatë. Allah nuk përfiton nga adhurimet e njerëzve, nga punët e njerëzve. Kush fiton për tëne? Njeri, mirë. A ka mundësi njeriu edhe duke e bo punën mos me ja qëllue? Ka mundësi. Ma dhe shiko Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, pse qatë shumë e ka përmen dilin, as peshof në ha? Pse në Kur'an e ka përmen qatë shumë dilin, as peshof në na? A ka nevoj njeri tamam me men, mi thonë këshire dilin, po peshof, pa i spithot qështu. A ka nevoj vazhdimisht me ja përmen dikujt këshire shijun, po peshof, por jo që është të këshirme, jo kësit këshirme, as i shikimi i cili njeri ju mediton, pse gjithë këtë dil, pse gjithë kjo hanë, pse gjithë këtë qil, pse kjo tokë, pse nata, pse dita, pse gjumi, pse lëvizja, pse gjallëria, pse, a i bani dikush këto. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu u tha në fillim të kësaj sure, amma jetë se elun, për çka njerëzit bojnë muhabet. Cili e muhabeti jonë? Cili e muhabeti jonë? A keni dëgjuar dikun muhabet të ba? Pse e ka kriju Allahu gjithë këtë qiell, këtë kaq të madh? Pse e ka ba Allahu këtë tokë kaq të madhe? Pse e ka ba përshtatshme për neve? Pse syrin, pse veshin, pse trupin, pse shpirtin, pse mendjen? A i shikoni këto diskutime tek njerëzit? Jo, fatkeqësisht. Dhe më fatkeqësitë e muslimanët që ka humbë. Shiko pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha radhiyallahu anha, lexon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaznate 2 ajete apo 3 ajete, i përsërit të tan natën. Çfarë ajete? Tan natën i ka përsërit 3 ajete. Çfarë ajete janë ato? A janë ato ajete të cilat thot Allahu Gjelle Gjelalu, qiellin, tokën, o Zot, si ki kriju për kot? Nuk e ki kriju për kot. A mendoni këtë kjo madhështi? Këtë kjo madhështi për kot? Njeri sot e krijon një telefon të vogël dhe kur kush nuk thot shkele, gjuje, pse? E ka një qëllim, e ka një efekt. Mirë, këtë kjo univers i madh i Zotit Gjelle Gjelalu, a ka përgjithësi pas kësaj? A ka llogari pas kësaj? Andaj tha Allahu te bareke ve teala në Kur'an, amma yatasaelun, për çka po bojnë muhabet njerëzit? Dhe pastaj na kazoj për çka me bë muhabet. Tha Allahu Jelle wala wa banayna fawqakum 7 shidada. A ju ka shku mendja, thot Allahu Jelle wala, me shiku ndërtimin tem. Po, ju pishikoni shtëpitë e juve, ndërtimet e juve, bashët e juve. Po ndërtimin tem, unë e ke çka e kom bë. 7 palqije i kam ndërtu pal me plot madhështi, pa shtylla. A dhe tha Allahu Gjelluala në Kur'an, këshir, a më s'ka dikun të umajt qili? Kush e marë? Nëse s'mahat sendi prej poshtë, mahat prej nalt. A dhe tha Allahu Gjelluala, inna Allah yumsiku s-samawati wal arda an tazula. Allahu i mbon qijet dhe tokën mësta shka përderdhën, diçka shka s'ka shtil prej poshtë dhe me pas prej nalt. A dhe Allahu Gjelluala thiri me meditu në sistemin e qilit. Pasaj qka tha Allahu te bareke ve teala, wa ja'alna sirajan wahaja, dhe kemi krijuar për juve diellin, i cili ju ndriçon juve, e ju nxej juve, e ja u mundson jetën në këtë botë. Pa diell
janë pajtuar të gjithë se s'ka jetë në këtë tokë. Dhe vendet më pa jetë janë ku dielli nuk kalon aty pos pak. Dhe vendet më gjalla, dhe vendet më që kanë gjallëri dhe jetesë janë vendet me diell. Janë vendet me diell. Madje edhe mendjet, edhe zhvillimet trupore, edhe çdo send e cila ka gjallëri nga gjitha çelizat që i ka kriju Allahu xhelalu ala janë që ekspozohen diellit më shumë. Janë që ekspozohen diellit më shumë. Andaj Allahu xhelalu ala këta përmeni begati të madhe. Wa ja'alna siraja. E kemi bën ndriçues shumë të madh. A meditojnë na këta apo veshtojnë na shumë nxehtë? Vetë e kemi mësuar këtë fjalë shumë nxehtë. Po kush e bani këtë nxehtë? Ky nxehtë është i Zotit te bareke ve teala. Pastaj tha Allahu xhelalu ala wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja. Dhe ne nga rret kemi zbrit ujë të këndshëm për juve. Thajjaja do me thonë me bollok ju kena thonë ujë. Sa e meditojnë begatin e ujit. Omar ibn Khattabi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e mirte ujin ngot me pije, fillon të me qajt. Dhe e pyetën shokët rreth vetes, pse je tu qajt? Pije ujin. Tha, çish kena mi thënë Allahut faleminderit për këtë ujë. Sidomos kjo begati shifët në ditët e nxehta. Çish i thojnë Allahu xhelalu xhelalu faleminderit për këtë ujë, i cili ta shun ti etjen. Andaj tha Allahu xhelalu anzalna min al-mu'sirat. Na e kena zbrit ujin. Na e kena zbrit ujin. Ti e shaf çeshmën, pa e çeshme është prej Zotit xhelalu xhelalu. Ti ta ka mundsuar veç ta ka lecuë. Allahu të ka inspiruar me bën një çeshëm, por ujin e ka kriju Zoti xhelalu xhelalu min al-mu'sirat. Nga mu'sir, çka do të thonë? Mu'sir është diçka që ka shtrydhet. Pra rret, Allahu xheloi shtrydh njëra me tjetrën dhe e zbresin shiun. Por kanë e zbresin shiun? Por neve. Por neve të cilët e harrojnë shpesh Allahun, e harrojnë falënderimin ndaj Zotit, e harrojnë shukrin ndaj Zotit, dhe shpesh nuk i thojnë Allahu shqyqir o Zot për këto të mirat shumë të cilët na kanë marrë, dhe nuk shpesh harrojnë me thënë o Allah, mos na dëno me këto të mirat që na i ke dhënë. Nga se të mirat kanë mundësi mu shëndru në dënim. Andaj Zoti jon te bareke ve teala shpesh har popujt i dënonte me vetë llojin e begatit që e shfrytëzonin. A e dënoi popullin e Nuhit me ujë. Me ujë. Allahu kur i shlon doza më të shumta disa begati, ata bëhen dënim. Nëse e shlon një dozë më të shumë të një begati, ajo begati jo. Po kur e shlon dozë më të madhe, ajo bëhet dënim. Andaj sa popujt Allahu xhellahu ala ka dënu me çfarë? Me të njëjtin begatit që ne kanë shfrytzuar kur e kanë keq përdor. Andaj ta lutemi Allahu xhellahu xhelalu që na mundson me i falënderu për të mirat shumta te Allahu te bareke ve teala. E lutemi Allahu xhellahu xhelalu se Zoti jon te bareke ve teala ti bën zemrat tona të bindura ndaj Allahu xhellahu xhelalu. E lutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhellahu xhelalu na ruan nga zjarri i xhenemit, nga zëftësia e xhenemit. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhellahu xhelalu na ruan nga dënimi i tina. E lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhellahu xhelalu musliman kudo që janë Allahu t'i ndihmon.